Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, në podcastin në radar do të rikthejmë në vëmendje disa nga ngjarjet që kanë bërë bujë në tranzicionin shqiptar. Jemi në një tranzicion të zgjatur, jo vetëm politik, por në çdo hallk të shoqërisë, dhe ajo që shoqëron këtë tranzicion janë edhe bandat dhe ngjarjet që kanë shënjuar sidomos në fundin e viteve 90, 1990. Pikërisht për këtë ngjarje do të flasim me avokatin Alban Duraj. Avokat, shumë faleminderit që jeni me ne. Do fokusohemi kësaj herë, ndryshe nga hera e kaluar që folëm për bandat e Beratit, sot do flasim për bandat e Vlorës, që kanë pasur një operim të gjatë, sidomos fill pas viteve 90, me shumë aktivitete, sidomos me dërgimin klandestin dhe të shqiptarëve, migrantëve nga Vlora drejt Italisë, por edhe më gjerë me trafiqe nga më të ndryshmet. Shumë faleminderit fillimisht që jeni me ne. Faleminderit, është kënaqësi. Çfarë ngjarje janë ato që ne do të flasim? Bandat e Vlorës njihen ndryshe, disa grupe rivale që u ballafaqua me njëra tjetrën, por që kishin aktivitete nga më të ndryshme. Dominanca për atë qytet që ofronte shumë, duke qenë se kishte detin afër, por edhe afërsimi me Italinë, ishte tejet e madhe apo jo? Vlora është një vend strategjik, ku ka Italinë e ka shumë afër, por natyrisht është dhe një qendër për gjithë Shqipërinë jugore, Shqipërinë e mesme, pra është një port hyrëse apo ndërlidhse mes Shqipërisë dhe Perëndimit. Pra vetëm 72 milje është kanali Otrantos nga Vlora për në Brindisi, pra është një afërsi shumë e madhe, ku me skaf kjo rrugë bëhet jo më shumë se 2 orë, pra mund të shkojë 1.5 deri në 2, varet nga deti dhe nga fuqia motorike, por shpeshherë kjo rrugë pra mund të bëj 4 deri në 5 herë nga skafisët, pra në momentin që ata çonin klandestin nga Vlora për në Brindisi. Duhet kuptojmë që pas viteve 90, pra kryesisht viti 92, pas largimit të anijeve që u larguan nga porti i Vlorës apo edhe nga portet të tjera të Shqipërisë, pra kemi atë eksod masiv që filloi me datën 2 korrik të vitit 1990 dhe vitet, pra dhe gjithë 6 mujori i dyti viteve 90, fillim viteve 91, pra kemi pasur një eksod për cilin edhe bota perëndimore apo vendet kufitare kanë pasur një qasje pozitive për mënyrën se si kanë pritur emigrantët e parë dhe i streuan ata duke i ndihmuar me ushqime, qoftë edhe me dokumentacion. Pas këtij eksodi kemi pasur një barikad apo një lloj blokade nga ana e Perëndimit, lidhur me qytetarë shqiptarë të cilët donin të kalonin në Perëndim. Pra, ky kalim ishte një kalim i detyrueshëm për shkak të kolapsit ekonomik që pësoi Shqipëria në atë periudhë, largimit nga puna të shumë qytetarëve, pra falimentimin e gjithë ndërmarrjeve shtetërore apo bllokimi i tyre, jetës ekonomike, dhe natyrisht qytetarët shqiptarë nuk kishin rrugë tjetër përveç se emigrimit. Dhe Evropa këtu është treguar e padrejtë, si shumë merr me popullin ton apo me ne si qytetar, me shqiptarët, ku sot e kësaj dite i ka vendosur burokraci për mënyrën se si duhet të shkojnë shqiptarët edhe të punësojnë në këto vende apo të lëvizin. Pra, kemi kaq vite që ne duam të integrohemi apo të bëhemi antar të familjes europiane, dhe këto vendet e Evropës, të cilët nga njëra anë duket sikur duan të mirën e Shqipërisë, unë besoj që në thelb nuk na duan, pra nuk e kanë për gjitha vendet anëtare, po për shumicën e tyre që i shikojnë shqiptarët si një rrezik, duke qenë se shqiptarët janë popull i zgjuar, janë njerëz cilët e duan të mirën, janë punëtor, kanë le të themi një egoizëm për jetën e tyre, pra ata duan që të egoizëm pozitiv, kuptohemi që nuk duhet ta marrim me negativitet ambicien dhe dëshirën e këtij populli që duan të zhvillohen, qoftë nga ana ekonomike, por edhe për antarët e tyre të familjes. Dhe kjo duhet parë si vlerë. Me sa duket ne jemi i kërcënim për to vendet e Evropës që
do na pranoj nga halli, ndërkohë që ka shumë vende të tjera të cilat janë pranuar, pra ndërkohë që ne nuk na arrin as 10% të nivelit tonë, qoftë intelektual, por edhe për mënyrën se si punon një shqiptar që ka ambicie dhe punon shumë. Në ato vite avokat linden edhe konfliktet e para ose që u amplifikuan më pas në bandat e qytetit? Unë besoj që kulmi arriti në vitin 97, sepse duhet kuptojmë që në atë periudhë vërtet ka pasur organizata kriminale, apo më tepër njerëz grupime kriminale, por këta nuk ishin të fokusuar tek vrasjet. Pra, në atë periudhë nuk ka pasur vrasje në qytetin e Vlorës, në fillim nga viti 92 deri në 97, sepse të gjithë këto element kriminal, cilët dolën nga burgu pas vitit 90, me amnestinë e madhe që u bë duke u liruar nga burgu përveç të dënuarve politik edhe të dënuarit ordiner. Pra një pjesë e tyre shkuan jashtë, një pjesë prej tyre qëndruan në Vlorë dhe ishin mes Vlorës dhe Italisë, Vlorës dhe Greqisë, me këto vende, apo kryesisht në qytetin apo në ishullin e Korfuzit, duke qenë se qarku i Vlorës kap edhe Sarandën, Himarën, pra është disi më i gjerë për mënyrën se si është organizuar edhe në atë kohë, ka qenë prefekturë e gjerë, pra prefektura e Vlorës, kapte edhe këto vende dhe marrëdhënia ka qenë midis Greqisë dhe Italisë. Pra, në atë periudhë kemi edhe rulëzimin e firmave piramidale, ku shumë prej këtyre elementve ose merreshin duke ndërmjetësuar mes qytetarëve dhe këtyre firmave piramidale për sa i përket akumulimi dhe grumbullimit të parave në këto firma rentiere, dhe këto ishin goxha fitimprurse, sepse një broker atëherë kishte përqindje të madhe, mënyra se si organizuan ato aktivitete piramidale ishin të tilla që simulonin edhe individ të veçantë, cilët kishin aftësi qoftë si përsa i përket mbledhjes së klientave, por edhe influencës që ata mund kishin në zonë. Një pjesë prej tyre u morën me skafe apo me trafikimin e qenieve, më tepër jo me trafikimin, po me realizimin e transportit të udhëtarëve nga Vlora për në Brindisi. Pra ky ka qenë një aktivitet mjaft fitimprurës, pra ata kishin ngritur një strukturë të tillë. Besoj që edhe shteti mbyllte një sy në mënyrë që të shfrynte atë krizë ekonomike që ishte në vend. Qytetarët shqiptarë që kishin nevojë, natyrisht që i gjenin ato para për të udhëtuar dhe kryej në mes të ditës, pra ka qenë në atë zonën e ujit të ftohtë, edhe gjatë periudhës kur ka qeverisur Partia Demokratike e vitin 92-97, në mes të qytetit të Vlorës realizoi transporti, pra aty ka qenë një lokal, ka qenë disa lokale faktikisht se u popullua, dhe ishte një kalat e cila merrte qytetarët me skaf dhe i transportonte, pra edhe në Itali si duket ata e kishin ngritur infrastrukturën e tillë. Dhe këto sollën shumë të ardhura, edhe duke investuar pasaj në për hotele, në për bare, në për restorante, pra deri në atë moment konfliktet nuk kishin të mëdhaja, ose edhe nëse kishte konflikte, nuk kishte konflikte mes grupeve të armatosura, të cilat sillnin probleme për qytetin e Vlorës, pra konflikte të cilat ndodhen pas 97-s, qyteti i Vlorës nuk i kishte njohur. Pra në 97-ën, për të arritur në 97-ën, atëherë erdhi viti 97, dy grupe rivale apo. Pra, pas rënies së shtetit, sidomos hapjes së depove, dhe në atë kohë shumica e depove të armëve u hapën në të gjitha qytetet e Shqipërisë, përgjithsisht edhe në qytetin e Vlorës, kemi aktivizimin e këtyre elementeve kriminal, një pjesë prej tyre dolën nga burgu,
pra u aratisën, u hapën burgjet dhe kemi rënien e shtetit. Pra, në Vlorë nuk ishte as polici, ne mbajmë mend në atë kohë ju keni qenë i vogël, por unë mbaj mend në vitin 97 ka qenë edhe një përplasje që u zhvillua mes protestuesve dhe punojësve të policisë në godinën e Shikut, ku shumë prej tyre u vranë, pra janë vrarë në këtë godinë. Kemi revoltën e qytetarëve ndaj shtetit apo ndaj firmave piramidale, të cilat bën të mundur aktivizimin e këtyre organizatave të cilat po gjallëroheshin dhe po merrnin strukturat e bandave të armatosura. Dhe në atë kohë kemi edhe aratisje nga burgu të Myrtizan Saushit, ose ndryshe i njohur si Zani Saushi, ai ka ardhur në shkurt të vitit 97 në Shqipëri. Kemi pasaj Nga Greqia mos gaboj? Nga Greqia, pra ka qenë i dënuar aty dhe është aratisur nga burgu, ka ardhur në Shqipëri. Pastaj kemi bandën e Gaxhajt, pra ka qenë një nga bandat e fuqishme në qytetin e Vlorës. Kemi bandën e Pusit të Mezinit, edhe kjo është një bandë shumë e rëndësishme në qytetin e Vlorës. Pastaj kemi edhe banda të tjera, të cilat kanë qenë në rrethinat e qytetit të Vlorës. Por dy bandat më të rëndësishme kanë qenë banda e Gaxhajt dhe banda e Zani Saushit. Në atë periudhë, banda e Zani Saushit mori një lloj fame në qytetin e Vlorës, për shkak sepse vetë Zani Saushi e propagandonte, pra kishte një imazh mediatik, pra dilte në për intervista mediatike, duke dhënë intervista për televizione të huaja dhe duke quajtur veten e tij si Robin Hoodi i shqiptarëve, i cili do ta shpëtonte Shqipërinë nga kriza ekonomike, madje ai e quante edhe veten mbret i shqiptarëve. Pra ai thoshte unë do t'ja marr pasurinë të pasurve dhe do t'ja jap të varfërve. Kjo ka qenë gjithë mënyra se si ai e ka shitur veten e tij. Në atë periudhë kemi krijimin e komiteteve të shpëtimit, pra në të gjitha qytetet e Shqipërisë kemi këto komitete, të cilat ishin komitetet e qytetarëve në mënyrë që të bënin ndërlidhjen mes revoltës popullore dhe shtetit që nuk ekzistonte në atë periudhë, në mënyrë që të stabilizonin edhe situatën e tyre. Gaxhaj në atë periudhë ka pasur një ndikim shumë të madh në qytetin e Vlorës. Ai ka qenë në anën tjetër të qytetit, pra qyteti i Vlorës ka qenë i ndarë në dy pjesë, ku në njërën pjesë, pra nëse do të jemi në perëndim apo do të jemi përballë me detin Krahun e Djathtë, ka qenë banda e Zanit Saushit, kryesisht në lagjen e Çorlës edhe më larg, ndërkohë që në pjesën tjetër ka qenë Gaxhaj, i cili ka pasur territorin e vet. Pasi Zani mori një lloj fame dhe hovi në atë periudhë, filloi pasaj që të bënte plaçkitje, duke vendosur gjoba nëpër bare, nëpër restorantet e qytetarëve, duke vjedhur sipërmarrësit të cilët kishin bërë biznes apo para në atë periudhë, qoftë me rrugë të lishme, që do të thotë me biznese të ndeshme, po qoftë edhe me rrugë të palishme, siç mund të ketë qenë trafikimi i lëndëve narkotike, trafikimi i qenieve njerëzore, apo edhe marrja e tyre me skaf apo me transport emigrantësh në Itali apo në Brindisi. Pra ishin pikasur, banda e Zani kryesisht ishte një bandë plaçkiste, duke i vendosur gjoba këtyre bizneseve, duke i shkuar në shtëpi dhe duke i vjedhur. Pra, biles në zonën e ujit ftohtë, aty është vrarë daja i Artur Sheut, i cili sot është bërë një personazh mjaft publik dhe mediatik. Pra, kemi momentin që ai ka shkuar Zani në zonën e ujit ftohtë tek tuneli, duke kaluar
në gjitha ato sipërmarrje që kanë qenë aty, sepse ku është lungomarrja, pra nga pjesa ku ne sot shikojmë Gjelbërim dhe plazhin, aty kanë qenë vetëm sipërmarrje biznese me hotele, pra kryesisht bare, restorante, por edhe hotele apo motele. Dhe një prej tyre i ka dalë, i cili ka qenë daja i Artur Sheut, dhe Zani e ka goditur me njerë. Pra ka qenë Zani bashkë me një antar tjetër të bandës, i cili e ka vrarë në mënyrë të pamëshirshme, sepse i ka kundërshtuar duke i thënë si mund të gjobitemi ne, ndërkohë që ne kemi paran, pra i kemi fituar me djers paran tonë. Reagimi ka qenë i minjeshëm i Zanit, duke e lënë dajën e Artur Sheut të vrarë në tokë. Jo vetëm ai, por kemi pasur edhe një sipërmarrës nga Tepelena, pra Artur Gjosha, i cili merret kryesisht me sipërmarrjen e produkteve të cigares nga Greqia në Shqipëri, duke marrë peng dhe duke kërkuar një shumë prej $1 milion. Pra, $1 milion ka qenë shumë para, pra Artur Gjosha ka qenë një nga sipërmarrësit më të mëdhenj të Shqipërisë të asaj kohe, i cili ka ndërmjetësuar, pra duke futur familjarët e vet, duke gjetur ndërmjetës, apo duke u atashuar pranë bandës së Gaxhait, duke i kërkuar ndihmë që të ndërmjetësonte me Zanin në mënyrë që të jepte shumën prej $1 milion. Kjo shumë është mbledhur nga familjarët, nga familja e sipërmarrësit nga Tepelena, Artur Gjosha, i cili ka mbledhur shumën prej $1 milion dhe një antar apo një shok besnik i Gaxhait ka shkuar, ka ndërmjetësuar me Zanin për të çuar shumën prej $1 milion. Dhe ai ka qenë Kuqoja, i quajtur ndryshe si Kuqo, ka çuar shumën, janë liruar pengjet, ndërkohë Zani e ka vrarë, pra banda e tij e ka vrarë, duke i hapur luftë të madhe Gaxhait. Duke i hapur luftë, kjo u bë për arsye sepse ata nuk donin së pari që të ndanin ato para me Gaxhaj, meqense ndërmjetësuan për punën e pagesës. Kjo mund të ketë qenë një arsye, por arsyeja tjetër është duke eliminuar besnikun e Gaxhait, atëherë do të thosë frikë të madhe për njerëzit e tjerë, për banditët e tjerë, për bandat e tjera dhe për vetë Gaxhajin. Pra aty ka qenë kulmi i vrasjeve dhe ndërkohë banda e Gaxhajit ka shkuar në komisariat pas sa ngjarje, kanë djegur komisariatin, kanë vrarë një polis, aty ka vdekur një polis i cili shumica prej tyre u larguan, por një prej tyre ngeli aty dhe u vra sepse Gaxhaj e përjetoi shumë humbjen e njeriu të tij besnik. Në atë kohë, pas sa ngjarje që i bie të jetë pas vendosjes së qeverisë pas zgjedhjeve të 24 qershorit të vitit 97 dhe ardhjes së Partisë Socialiste në pushtet, ne kemi një intervistë të Artur Gjoshës, i cili nuk gjendet sot e kësaj dite, është arratisur nga Shqipëria pas sa ngjarje, ka dhënë një intervistë tek dritare, te Rudina Xhunga, dhe ai e trajton shumë mirë të episod për mënyrën se si atë e grabitën, se si e mori banda e Zanit Saushit dhe se si ja morën parat. Pra gjithë kursimet e tij të sipërmarrjes, por edhe borxhi që ai mori, $1 milion i mori banda e Zanit Saushit. Pastaj kemi bandën tjetër që quhet ndryshe banda e Pusit të Mezinit. Pusi i Mezinit është një vend në hyrje të qytetit Vlorës. Kjo bandë organizoi, ose më saktë
përlesh në Levan të Fierit, pra në komunën Levan apo në fshatin, sepse është qendër Levani, komunën e Levanit, u përleshën me shumë apo më saktë me një lagje, aty është një lagje rome, për shkak të një konflikti, pra ata shkuan aty, duhet kuptojmë që këto ishin, pra gjithë aktiviteti i këtyre grupeve kriminale apo bandave të asaj kohe, financimin e tyre e kishin vetëm nëpërmjet grabitjeve. Pra gjithë puna e tyre apo influenca e tyre, rivaliteti i tyre ishte kush do të grabiste më shumë dhe kush do të kishte territor më të madh të grabitjes. Duke qenë se u bën shumë banda në qytetin e Vlorës dhe si duket aty u kref zona apo bizneset të cilat ishin në këtë territor, atëherë këto banda filluan që të kalonin në pjesën tjetër të lumit Vjos, që është aty vjen territori i Fierit, i rrethit Fier, dhe komuna e parë, të cilën ata u ndeshën dhe mendonin që Romët, komuniteti Rom, i cili është goxha i madh në këtë zonë, pra në Levan të Fierit, ata mendonin se do kishte para për shkak sepse një pjesë e konsiderueshme e tyre janë marrë me sipërmarrje në atë periudhë, u morën me emigrimin në atë kohë dhe mendonin se do kishte para. Por Romët e Levanit ishin të armatosur, pra ata kishin gjitha pajimet e tyre, me mitroloz, pra ishin hapur depo dhe ata të parët, si shumica e qytetarëve të cilët u mundua që të merrte nga një armë, ata ishin pajisur goxha mirë. Pra ata kishin marrë edhe djagaç në zonën e tyre, gjithë lagja e tyre ishte ndërtuar në mënyrë të tillë, pra kjo strukturë ishte edhe në kohën e komunizmit, për mënyrën se si ishin vendosur shtëpitë e tyre, rruga e tyre, fortifikimi i tyre apo le të themi rrethimi i tyre ka qenë nga pjesa tjetër e qytetarëve apo e Levanit, e qytetarëve të tjerë, e mëdhetësuar dhe natyrisht ata kishin një organizim shumë të mirë. Pra, duke qenë se ka qenë një komunitet i lidhur me njëri tjetrin, pra edhe krushit ata i bënin me njëri tjetrin, gjitha sebepet, çfarë kishin marrëdhënie tregtare, çdo gjë e bënin me njëri tjetrin dhe ishin një komunitet mjaft i bashkuar me njëri tjetrin dhe nuk çaheshin. Pra, ta menduan se do shkonin aty dhe do ta kishin të lehtë, por në momentin e parë ata asën me një rezistencë dhe nuk u futën dot fare në këtë kështjell, nëse do ta quajmë kështu, sepse asën në një prit shumë të madhe, ata ishin të shërbitur, pra gjithë ky komunitet i cili e kishte marrë përsipër ruajtjen e këtij territorit, ata nuk gazmonin njeri, pra nuk është se po i bini njeriu në qafë, por banda e Pusit Mezzinit shkoi dhe mori dhe përforcime me bandën, pra nga banda e Memaliajt dhe nga banda e cila ndodhi në qytetin e Fierit, pra ka pasur një band tjetër në qytetin e Fierit, cilët banda e Pusit Mezzinit bashkëpunonte dhe shkuan të treja këto bandat për të, duke qenë se nuk po e përballonin dot kundër sulmin e komunitetit rom, atëre kemi një shuarje, pra ata ikën me bish ndërshal dhe me shumë viktima nga ajo betejë që u zhvillua në atë periudhë. Por ka shumë aludime ku thuhet që vetë sigurimi i shtetit i asaj kohe apo shërbimi informativ i asaj kohe, i cili quhej Shiku, mundet të ketë organizuar, pra gjithë këtë betejë apo sulm në mënyrë me agjendat e tyre e kanë organizuar në mënyrë që t'i fusin në prit dhe t'i shkatronin këto banda, sepse po bëhej e papërballueshme. Pra kjo është një hipotezë
për të cilën ende ne nuk kemi një përgjigje zyrtare, pra nuk kemi një hetim të plot rreth këtyre çështjeve dhe mendoj që ka ardhur koha që prokuroria e posaçme të marrë nën hetim, pra të hapi këtë dosje të 97-s, ku kemi një shkatrim të shtetit dhe askush nuk mban përgjegjësi. Pra jetë të qytetarëve të cilët kanë humbur të pafajshëm, që janë vrarë, janë grabitur nga këta bandit, por edhe politikanë të cilët kanë bashkëpunuar me këta bandit, cilët i kanë simuluar këta bandit, dhe ende ne nuk kemi një përgjigje. Përveç se kemi në burg Gaxhajnë dhe Zani Saushin, të tjerët ne nuk i kemi në burg. Pra flasim me politikanë të nivelit lartë. Meqense ju e cekët avokat, a kishin një prapavim politike këto banda, pra si ishte krijuar një lloj ideje që Zani Saushi ishte një mbështetës i Partisë Socialiste, ndërsa Gaxhaj nga ana tjetër Partisë Demokratike. Pra ishte edhe një rivalitet politik mes atyre dy bandave, veç se për dominancë lokale? Unë besoj që bandat në vetvete, pra bandat kanë një nuhatje politike, që do thotë, po ta shikojmë edhe sot, bandat me kë bëjnë, apo organizata kriminale me kë bëjnë gjithmonë me shtetin, me atë që është në qeverisje. Pra kush është në qeverisje, apo kush do vinë në pushtet, me këto bën bandat. Kuptohet që Gaxhaj ka pasur, duke qenë se ka pasur shumicën e antarëve të tij, pra kanë qenë mbështetës së Partisë Demokratike, patjetër që edhe në këtë moment, edhe në këtë rast, patjetër që ka qenë një mbështetës i kësaj partie, apo të segmenteve të tjera partijak, por Zani Saushi ka qenë personi i cili mendohet që është sjellë në Shqipëri nga agjentura greke, pra nga asfalia greke, në mënyrë që të krijonte këto revolta, në mënyrë që të kishte një lloj mbështetje për Partinë Socialiste dhe kjo parti të vinte në pushtet. Dhe po ta shikojmë, Zani Saushi ka pritur në Mifol, pra ka dalë në urën e Mifoli, ka pritur ish të ndjerin kryeministrin Nano, ka pritur kryetarin e Partisë Social Demokrate, Skënder Gjinushin, pra i cili ka qenë edhe deputet i Vlorës, dhe shkonte dhe i priste që në urën e Mifolit i shoqëronte edhe në qytetin e Vlorës duke i ruajtur, pra duke i siguruar edhe jetën. Kemi pasur edhe kryeministrin italian, Romano Prodi, i cili ka ardhur për vizitë në qytetin e Vlorës dhe ai është pritur, pra është marrë me helikopter, nga helikopteri, dhe gjithë takimet që ai ka kryer, ka qenë në krahun e djathtë, ka qenë Zani Saushi, dhe ai mbrojej nga banda apo nga le të themi grupi i Zani Saushit, përveç se aty ka pasur edhe forca shumë komshme. Duhet kuptojmë që Shqipëria në momentin kur ndodhi kjo revolt popullore, ku e humbi kontrollin, ku u hapën depot, ne atëherë kemi pasur një kërkesë të presidentit të asaj kohe, zoti Sali Berisha, Komunitetit Evropian, ku i ka kërkuar ndihmë ushtarake apo policore në mënyrë që të kishte një lloj kontrolli për territorin dhe për shtetin. Dhe po ta shikojmë, po mos vinin këto forca shumë komshme, të cilat ishin nga ushtria, nga ushtrit e vendeve të Bashkimit Evropian, po normalisht i bie nga NATO-ja, ato kishin me imazhin e tyre, edhe pse ato nuk kishin një lloj, le të themi një lloj, vetëm bënin patrullime, nuk është se kishin një rol që të shkonin të bënin hetime, të bënin apo veprime tjera proceduriale, por ata kishin vetëm bënin patrullime, shikonin zonat e nxehta për të cilat dhe në një farë mënyre me imazhin e tyre ato krijuan një lloj frikësimi të këtyre bandave për mënyrën se si lëvizin. Pra, me ardhin e forcave shumë komshme,
Në atë periudhë kemi banda të cilat nuk dilin më në qytet, pra i kryenin veprimet e tyre fshehurazi, nuk i kryenin hapur siç i kryenin më parë në mes të vendit, në mes të popullit, në mes të sheshit, por i kryenin natën apo skutave për të larë e sapet mes njëra tjetrës. Kështu që patjetër që politika i ka përdorur këto grupime kriminale, sepse ka pasur nevojë qoftë për sigurimin e votave, qoftë për të kryer veprime të tjera për friksimin e qytetarëve lidhur me manipulimin e votave apo me kryerjen e aktivitetit kriminal, me marrjen e financimeve, patjetër që kjo është një betejë apo është një e keqe që ne duhet ta heqim, pra ta shkëpusim politikën nga bandat dhe nga krimi. Pra, le të themi edhe krimi apo bandat kanë pasur nevojë për politikën dhe politika ka pasur nevojë për bandat dhe për krimin. Dhe kjo ndodh edhe sot e kësaj dite. Pra, por duke qenë se krimet të cilat kishin kryer këto banda kriminale nuk i shpëtuan dot drejtuesit e tyre apo anëtarët e këtyre bandave të mos merrnin dënimet e tyre. Dhe dënimet sot janë dënime kapitale, pra dënimet janë me burgim të përjetshëm, për të cilat edhe pse gjatë gjykimit kemi pasur tentativë të Gaxhait i cili të aratisej nga burgu 313, kemi pasur disa tentativa, pra edhe një tentativë tjetër në burgun 302, pra ai ka dashur që të aratisej duke hapur edhe tunele të nëndeshme dhe nuk e ka arritur dot që të aratiset, por kemi edhe tentativën e Zanit Saushit apo Myrtezan Saushit, i cili ka bërë në Drenov të Korçës apo në Korçë, në gjykatën e Korçës, ka bërë disa herë kërkesa për lirim para kohe me kusht. Pra ai mendon që i plotëson ato kriteret, të cilat i gjykon të drejta në mënyrë që të marrë lirin para kohe me kusht. Kjo mbetet për tu parë sepse ka bërë disa kërkesa dhe nuk e dim se si do jetë qëndrimi i gjykatës lidhur me lirimin e Zanit Saushit. Dhe një pyetje shkurtimisht, avokat sa i takon Gazmet Brakës, ose siç njihet ndryshe edhe si Gaxhai, ai njihet shumë edhe për një tentativë arratisjeje nga burgu shumë të bujshme. Nëse do të finalizohej, besoj do të ishte një nga arratisjet më spektakolare të para ndonjëherë në historinë e burgjeve shqiptare apo jo? Po, patjetër, dhe ajo ka qenë një histori për cilin ishte investuar, pra ishte hapur një tunel që lidhte burgun 313 me një dyqan brule që ishte aty përballë dhe tuneli ishte i hapur në një, pra po vinte tek pika kulminante, pra duke qenë se edhe rruga ka qenë në rikonstruksion, pra ka qenë rruga Mine Peza e cila po rregullohej në atë periudhë, dhe Gaxhai ka shfrytzuar të situatë në mënyrë që të hapte, pra të kalonte tuneli nga burgu 313 deri tek dyqani i luleve. Ka qenë shumë afër finalizimit, por për fat të mirë është pikasur dhe ka qenë një diçka pozitive nga ana e institucioneve shqiptare të asaj kohe, të cilat kanë finalizuar apo kanë kapur këtë ide e cila është ide brillante, të cilën vetëm nëpër filma mund ta shikosh apo mund edhe që ta imagjinosh. Avokat, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe faleminderit shumë për të gjitha detajet që tregove. Faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë.